Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Neurologu me urdhër të prerë. Konsumoni këto 8 ushqime për një kujtesë të fortë edhe në pleqëri. Një dietë e pasur me lëndë ushqyese është thelbësore për shëndetin e zemrës, të enëve të gjakut dhe të trurit, sidomos duke pasur parasysh që rreth 25% e furnizimit me gjak shkon drejt trurit. Ushqimet e pasura me yndyrë të ngopur, karbohidrate të përpunuara dhe sheqerna të shtuar mund të dëmtojnë enët e gjakut në tru, të prishin metabolizmin dhe të rrisin rrezikun për goditje në tru dhe rënje të aftësive njohëse. Edhe pse disa ndryshime në tru nuk janë të kthyeshme, një dietë e shëndetshme mund të ngadalësojë neurodegenerimin dhe të zvogëlojë rrezikun e Alzheimerit. Dr. Aaron Lord, shef i departamentit në neurologjinë e New Yorkut, Langen Hospital Brooklyn, na tregon 8 ushqimet që duhet të konsumoni rregullisht për të mbështetur trurin tuaj. Si fillim, në dietën tuaj duhet të pasurohet vazhdimisht me peshkun e egër. Peshqit të yndyrshëm si salmoni, kerni dhe shojza janë të pasur me acide yndyrore omega 3, që kanë aftësi antiinflamatore. Peshku i egër është i preferuar sa u përket edhe atyre të rriturve në rezervat. Perimet me gjethe jeshile gjithashtu do t'janë aleatet tuaja më të mirë për një fuqi më të madhe të funksionit të trurit. Perimet si brokoli, shparagu janë të pasur me fibër, folat dhe antioksidantë si luteina dhe beta-karoten. Edhe pse shparagu nuk ka gjethe, është i pasur me fibra dhe shumë i mirë për shëndetin e zorëve dhe atë të trurit. Domatet përmbajnë shumë likopen, një antioksidant i fuqishëm që ndihmon në luftimin e inflamacionit dhe stresit oksidativ. Mund t'i përdorni në sallata, në salca ose edhe në mozzarella dhe borzilok si antipast. Arrat dhe boronicat gjithashtu duhet t'jenë në pjesë e dietës suaj për një fuqi më të madhe të shëndetit të trurit. Arrat janë një frut i thatë më i miri për shëndetin e trurit, për shkak të përmbajtjes së lartë të omegës 3. Boronicat të pasur me flavonoid ndihmojnë në reduktimin e efekteve të stresit në tru. Një mëngjes me tërshër, boronica të freskëta dhe arra është një ushqyes shumë i shijshëm për shëndetin e trurit. Vaj i ullirit. I pasur me yndyrna mono të pangopura, vaj i ullirit ndihmon në rregullimin e kolesterolit dhe mbështet funksionet të trurit. Përdoreni përgatim ose salca, por shmangni skuqjen me të. Shafrani indis dhe xhenxhefili. Përbërësi aktiv i shafranit indis, kurkumina, ka veti antiinflamatore dhe mund të ndihmojë në luftimin e Alzheimerit. Kombinimi me piper të zi përmirëson përthithjen. Edhe xhenxhefili është një antiinflamator i pasur me shije dhe fibra. Kafeja dhe çaji. Të dyja janë të pasura me fitonutrientë dhe flavonoide që përmirësojnë edhe metabolizmin e trurit dhe kontrollojnë gliceminë. Kafeina mund të përmirësojë përqendrimin dhe duhet të mos e teproni. Kokoshkat e bëra në shtëpi gjithashtu mund t'jenë një zgjidhje shumë e mirë. Një ushqim i këndshëm dhe i shëndetshëm. Hidhini kokoshkat në një enë dhe shikoni se si ato do të ofrojnë një shije të veçantë në kombinim me vaj ulliri ose krip ose edhe disa erëza të shtuara. Është shumë e shëndetshme dhe miqësore me trurin, më shumë se patatinat. Gjithashtu në dietën tuaj duhet të përfshini zarzavatet. Të gjitha llojet e tyre janë të pasur me vitaminën B dhe vitaminën B12. Zarzavatet janë shumë të rekomanduara si për moshat e reja, ashtu edhe për të rriturit. Arrat, gështenja dhe në përgjithësi të gjitha llojet e farërave kanë një ndikim të mirë në shëndetin e trurit. I detyrojnë prezencës antioksidantëve omega 3 dhe omega 6, por edhe magneziumit dhe tiaminës, të cilat ndihmojnë në funksionet e tyre njohëse. Frutat. Këtu futen të gjitha llojet e frutave, por më të rëndësishme janë manat dhe manaferat blu, por edhe rrushi i zi. Të gjitha këto në raport me trurin konsiderohen si superfruta. Vezët. Sa më shumë avancon mosha, aq më shumë truri, sikur edhe i gjithë trupi fillon të pësojë një farë atrofizimi senil, gjë që lidhet me moshën. Por nëse shumë nga ne kujdeseni që këtë gjë ta shtyjmë sa më shumë kur bëhet fjala për trupin, po kujtohemi se kjo gjë mund të bëhet edhe me trurin. Veza, për shkak të përmbajtjes së lartë të vitaminës B12 dhe lektinës, ndihmon edhe në kufizimin e këtij atrofizimi. Gjithashtu edhe kolina, e cila është një përbërës i kolesterolit, luan një rol të rëndësishëm në përmirësimin e kujtesës.
Ndaj konsumi 1 ose 2 vezëve në ditë do të ndihmojë shumë në këtë drejtim. Më tepër do të ishte jo e rekomandueshme. Në dietën tuaj mund të përfshini edhe çajrat. Bëni mirë që të harroni kafe në mëngjesit dhe është më mirë të pini një filxhan me çaj. Çaji I zi ose akoma më shumë ai I jeshil është shumë I mirë, I pasur me katekinë e cila është një përbërës antioksidues dhe që ndihmon në mbajtjen në formë të trurit. Drithrat. Në këtë kategori të ushqimeve përfaqësuesi MNZ janë gruri, mistri dhe orizi. Këto produkte përveç se janë të këshillueshme në recetat delikate, janë po ashtu të mira në drejtimin e shëndetit të trurit. Efekti pozitiv I këtyre ushqimeve I detyrohet përmbajtjes së shtuar të acidit folik, vitaminës B6, tiamin, të cilat nga ana tyre ndikojnë në përmirësimin e furnizimit të trurit me gjak. Sa më në moshë të jeni, aq më shumë rekomandohet që t'i përfshini këto ushqime në dietën tuaj. Boronicat. Ky lloj I frutit të pyllit është një nga ushqimet më të mira për trurin. Konsumi I boronicave ul rrezikun për Alzheimer me 53%. Sipas studimeve, të gjitha frutat e pyllit janë të mira për shëndetin, por boronicat janë më të pasur me flavonoide. Flavonoidet janë antioksidantë që mbrojnë trurin nga stresi oksidativ, por më tepër forcojnë mjetet e komunikimit të qelizave të trurit. Boronica luan një rol kyç në shfryrjen e organizmit dhe veçanërisht të barkut. Ato forcojnë kockat, përmirësojnë shikimin dhe janë të mira kundër kapslëkut. Ndër të tjera është zbuluar se njerëzit mund të përdorin boronicat për të përmirësuar aftësinë e tyre gjatë provimeve ose gjatë ditëve të gjata të vështira në punë. E verdha e vezës. E verdha e vezës përmban vitamina të kompleksit B që përmirësojnë shëndetin e trurit. Këto vitamina forcojnë kujtesën dhe ndihmojnë qelizat e trurit të komunikojnë në mënyrë efikase. Krahas të mirave për trurin, e verdha e vezës përmirëson memorien, lufton mbi peshën dhe është e mirë për gra shtatzana. Vaj I ullirit. Shkencëtarët konfirmojnë se konsumi I vajit të ullirit ekstra të pastër mbron aftësinë e kujtesës. Konsumi I përditshëm I vajit të ullirit ju ndihmon në menaxhimin e peshës, të kontrolloni sasinë e sheqerit, të lehtësoni depresionin dhe të mbrojeni nga sëmundjet kronike. Një tjetër produkt shumë I rëndësishëm për dietën tuaj janë edhe salmoni. Ky peshk është I pasur me acide yndyrore omega 3 që është thelbësor për shëndetin e trurit. Këto acide yndyrore pakësojnë inflamacionin dhe stresin oksidues në tru. Ato gjithashtu kufizojnë tkurrjen e trurit si pasojë e moshës. Salmoni përmban vitamina si fosfor, zink dhe kalium, si dhe grupi vitaminave B, riboflavin, niacin, tiamin, B6, folat dhe B12. Salmoni është I mirë për shëndetin kardiovaskular, për riparimin e indeve, funksionet të duhura të tiroides, lufton inflamacionin në nyje dhe ndërton inteligjencën të vegjëlit. Një tjetër produkt shumë I mirë për fuqinë e trurit janë edhe arrat. Edhe arrat konsiderohen të mira pasi përmbajnë acid alfa-lineolik, një acid yndyror me bazë bimore. Ekspertët thonë se njerëzit që konsumojnë rregullisht arra janë më inteligjentë dhe më të mprehtë në mendimet e tyre. Pra arrat ndihmojnë në funksionet më të mira të trurit. Arrat, krahas të mirave që sjellin në tru, përmbajnë edhe vitamina, ushqejnë flokun, luftojnë kolesterolin, luftojnë diabetin dhe mbi të gjitha, ushqejnë gjithashtu edhe shëndetin e lëkurës. Kafeina mund t'ju bëjë më vigjilent. Nuk ka asnjë ushqim që mund të rrisë inteligjencën e njeriut, por ka substanca dhe kafein që mund t'japin energji dhe t'ju ndihmojnë të përqendroheni më shumë. Hani mëngjes për të ushqyer kështu shëndetin e trurit. Studimet kanë zbuluar se ngrënia e mëngjeseve mund të përmirësojë kujtesën dhe vëmendjen afatshkurtër. Sipas tyre, u vure se studiuesit që hanin mëngjes prirë të performojnë më mirë se ata që nuk konsumojnë asgjë. Ushqimet më të mira për të përfshirë janë drithrat me fibra të larta, bulmet dhe fruta. Vetëm mos e teproni. Studiuesit zbuluan gjithashtu se mëngjesi me kalori të larta duket se pengon përqendrimin. Peshku është një ushqim shumë I mirë I trurit dhe duhet të jetë pjesë e dietave tuaja të paktën 2 herë në javë. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Mos harroni ta shpërndani sa më shumë këtë video në profilin tuaj për të njohur me ushqimet më të mira për trurin.